Mediat italiane, qeveria shqiptare akuzohet se përdorin mbi 4 milion euro nga fondi emergjencave për koncertin e Kanye West. Koncerti i reperit amerikan Kanye West, i cili është parashikuar të zhvillohet të shtunën në Tiranë, ka hyrë në një qendër të një debati të fortë në Shqipëri. Mes kritikave për mënyrën e financimit dhe për shkak të figurës së diskutueshme të artistit, raportimet thonë se qeveria shqiptare ka marrë mbi 4 milion euro nga fondi i rezervës së shtetit që zakonisht përdoret për emergjenca dhe për fatkeqësi natyrore për të mbuluar shpenzimet e organizimit të koncertit, pasi të ardhurat nga biletat nuk kanë arritur nivelin e pritur. Kjo ka ndezur edhe më shumë pa kënaqësi në një kohë kur qytetarët që po protestojnë prej 40 ditësh po kërkojnë largimin e kryeministrit. Kryeministri Edi Rama e kishte paraqitur koncertin si një aktivitet që do të tërhiqte mijëra turistë të huaj drejt Shqipërisë, sidomos nga Italia pas anullimit të shfaqjes së Kanye West në Reggio Emilia, shkruan media italiane. Sipas tij, ky event do të ketë ndikim të favorshëm në ekonominë shqiptare dhe do të krijojë të ardhurat të ndjeshme për bizneset lokale. Megjithatë, vendimi ka provokuar reagime të ashpra nga protestuesit, të cilët akuzojnë qeverinë se po shpenzon para publike për një ngjarje argëtuese, ndërsa vendi përballet me vështirësi sociale dhe ekonomike. Debati është shtuar edhe nga vetë figura e Kanye West. Reperi amerikan ka qenë në qendër të kritikave ndërkombëtare pas deklaratave të tij antisemite dhe pronaziste, ndërsa gjatë viteve të fundit disa shtete europiane, mes tyre Mbretëria e Bashkuar, Franca, Zvicra, Polonia dhe Australia, kanë anulluar koncertet e tij ose i kanë mohuar hyrjen në Shqipëri. Protestat kundër qeverisë kanë vazhduar prej javësh, fillimisht të nxitura nga një projekt për një resort luksoz në zonën e mbrojtur të Sazanit, i lidhur me kompaninë e Jared Kushner, dhëndrit të presidentit amerikan Donald Trump. Për protestuesit, financimi i koncertit përbën një tjetër shembull të përdorimit të fondeve publike për nisma që sipas tyre nuk sjellin përmirësim në jetën e qytetarëve. Nga ana tjetër, Edi Rama e ka mbrojtur këtë vendim, duke thënë se ndërhyrja e qeverisë ishte e domosdoshme për të shmangur anullimin e koncertit dhe për të mos dëmtuar imazhin e Shqipërisë. Ai ka bërë të ditur se priten rreth 25.000 vizitorë të huaj dhe se eventi mund të sjellë përfitime të rëndësishme ekonomike. Megjithatë, mediat shqiptare raportojnë se numri biletave të shitura ka qenë më i ulët se sa ishte parashikuar në fillim, ndërsa ditët e fundit janë shpërndar oferta promocionale dhe bileta falas për të rritur pjesëmarrjen në koncert.